Edi Rama duket se po e luan sërish politikën në dy fronte. Në njërin anë, kryeministri shqiptar po përpiqet të ndërtojë dhe konsolidojë një marrëdhënie sa më të afërt me administratën e Donald Trumpit, ndërsa në anën tjetër vazhdon të ruajë lidhjet e vjetra me rrethin e George Sorosit, një prej figurave më të sulmuara nga presidenti amerikan dhe krau i tij politik. Dhe pikërisht në këtë kontekst, vjen lajmi që po qarkullon. Edi Rama është përfolur se gjatë qëndrimit të tij në jug të Shqipërisë është takuar me Alex Sorosin, djalin e miliarderit George Soros. Sipas informacioneve të raportuara, takimi është zhvilluar gjatë një darke në një prej restoranteve të Dërmiut. Prej disa ditësh kishte qarkulluar fillimisht një fotografi e paqartë e një gomoneje, e cila u lidh me lëvizjet e Ramës dhe Sorosit në jug. Tashmë një tjetër fotografi e publikuar në rrjet ka rikthyer vëmendjen tek dyshja dhe ka ushqyer dyshimet për një takim mes tyre. Në vetvete, një darkë mes dy personave që kanë një marrëdhënie të errshme nuk do të përbënte domosdoshmërisht lajm, por në rastin e Ramës, rëndësia politike e kësaj historie qëndron diku tjetër, tek momenti në të cilin ndodh dhe te kontrasti mes dy linjave që kryeministri shqiptar ka ndjekur në raport me dy kampe që sot janë në pozicione të kundërta. Nga njëra anë është Trump. Rama është përpjekur gjithnjë e më shumë të afrohet me administratën amerikane, që nga ardhja e Trumpit në Shtëpinë e Bardhë, kryeministri ka dhënë sinjale të qarta se kërkon të ndërtojë një raport të privilegjuar me presidentin amerikan. Edhe pjesëmarrja e tij në angazhime të lidhura me administratën amerikane është shoqëruar me një retorik dukshëm të kujdesshme dhe miqësore ndaj Trumpit, por ndërkohë është edhe krau tjetër i historisë, Alex Soros. Në prill Rama ishte në Barcelonë për samitin në mbrojtje të demokracisë me ftesë të kryeministrit spanjoll Pedro Sánchez. Vizita dhe pjesëmarrja e Ramës në samit janë të dokumentuara edhe nga njoftimi zyrtar i qeverisë shqiptare. Në të njëjtin aktivitet ishte edhe Alex Soros, madje fotot e takimit mes tij dhe Ramës u publikuan nga vetë Soros dhe më pas u raportuan gjerësisht në mediat shqiptare. Kjo është pikërisht ajo që e bën më interesante darkën në dërmi, sepse marrëdhënia Rama-Soros nuk është një histori e sapo krijuar. Ajo ka vite që ekziston dhe vetë Rama nuk e ka mohuar miqësinë me familjen Soros, por ajo që ka ndryshuar është klima politike në Shtetet e Bashkuara. Në epokën Trump, emri Soros është kthyer në një simbol të kundërshtarit politik në një pjesë të madhe të së djathtës amerikane. Për këtë arsye, çdo afërsi e dokumentuar e një lideri politik me Alex Sorosin merr një tjetër peshë politike, sidomos kur i njëjti lider po përpiqet njëkohësisht të krijojë një raport të fortë me Trumpin. Dhe Rama duket se e ka kuptuar shumë mirë këtë. Kjo mund të shpjegojë edhe një sjellje që është vënë re prej kohësh. Kryeministri nuk ka qenë gjithmonë i prirur të ekspozojë publikisht takimet e tij me Alex Sorosin. Misia është e njohur, por fotografitë janë më të rralla. Në Barcelonë, për shembull, takimi u bë publik jo përmes komunikimeve të Ramës, por përmes postimeve të Sorosit. Dhe pikërisht këtu lind pyetja politike, apo përpiqet Edi Rama të mbajë të hapura të dyja dyert? Nga njëra anë dera e Washingtonit të Trump, ku kryeministri ka interes të jetë sa më parë, nga ana tjetër, dera e rrjetit politik dhe shoqëror që lidhet prej vitesh me familjen Soros dhe me qarqet progresiste ndërkombëtare. Nëse takimi i raportuar në dërmi konfirmohet, ai vjen në një moment veçanërisht interesant. Vetëm pak muaj më parë, Rama ishte në Barcelonë në një samit ku Alex Soros ishte ndër figurat e pranishme dhe ku kryeministri shqiptar u fotografua me të. Pra nuk kemi të bëjmë me një episod të izoluar, kemi një marrëdhënie që vazhdon, por që duket se Rama preferon ta menaxhojë me një dozë të konsiderueshme diskrecioni. Dhe kjo është edhe arsyeja pse darka në dërmi mbrëm ka marrë vëmendje, sepse në politik nuk kanë rëndësi vetëm takimet, ka rëndësi edhe se kur bëhen, me kë bëhen dhe sa shumë dëshiron një politikan që ato takime të shihen nga publiku. Rama është një nga politikanët shqiptar që e ka dëshmuar më shumë se kushdo tjetër aftësinë për të lëvizur mes qendrave të ndryshme të fuqisë. Sot kërkon afërsi me Trumpin dhe me administratën amerikane, ndërkohë lidhjet e vjetra me rrethin Soros nuk duket se janë zhdukur. Dhe kjo e vendos kryeministrin përballë një dileme të thjeshtë politike, sa gjatë mund të mbahen të hapura dyert e dy kampeve që po përplaset gjithnjë e më shumë mes tyre. Rama mund ta quajë këtë diplomaci, pragmatizëm apo thjesht marrëdhënie personale. Kundërshtarët e tij mund ta shohin si lojë me dy porta. Por një gjë është e sigurt, nëse fotografia e radhës nga dërmiu konfirmon një tjetër takim Rama-Soros, atëherë kryeministri do duhet të shpjegojë më shumë se sa një darkë verore mes miqsh, sepse pyetja nuk është më nëse Rama njeh Alex Sorosin, këtë e din të gjithë. Pyetja është se sa larg dëshiron të shkojë Rama me Trumpin pa mbyllur derën e Sorosit.